Pika e kalimit kufitar të Qafthanës vijon të përballet me fluks të lartë udhëtarësh dhe automjetesh edhe gjatë këtij sezoni veror, duke krijuar radhë të gjata dhe pritje që në fundjavë arrin deri në 2 orë, ashtu si edhe një vit më parë, sipas shtetasve që përdorin këtë pikë të kalimit kufitar, situata rëndohet ndjeshëm në ditët me lëvizje të shtuara, veçanërisht në fundjavë kur qindra automjete krijojnë kolona në hyrje dhe dalje të territorit shqiptar. Temperaturat e larta që shpesh kalojnë 30 gradë Celsius e bëjnë edhe më të vështirë pritjen për udhëtarët, pavarësisht marrëveshjes së nënshkruar rreth një muaj më parë mes ministrive përgjegjëse të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për zbatimin e kontrollit të përbashkët kufitar. Procedura sipas burimeve të siguruara pranë kësaj pike kufitare ende nuk ka hyrë në funksion. Marrëveshja bën me dije burimet, parashikon që udhëtarët i nënshtrohen vetëm një ndalese për kontroll në hyrje dhe dalje, me qëllim lehtësimin e qarkullimit dhe uljen e kohës së pritjes. Megjithatë, sipas të njëjtave burime pranë pikës kufitare, ende nuk është përfunduar integrimi i sistemit të përbashkët informatik mes dy palëve. Përpasoj, kontrolli vijon të kryhet veçmas nga autoritetet shqiptare dhe ato të Maqedonisë së Veriut, duke mbajtur në fuqi 2 procedura të ndara kontrolli. Në ditët e zakonshme të javës, koha e pritjes për të kaluar kufirin është rreth 1 orë, ndërsa gjatë fundjavave dhe periudhave me fluks të lartë, ajo zgjatet në 90 deri në 120 minuta. Qafthana mbetet një nga pikat kufitare më të ngarkuara të vendit gjatë sezonit turistik. Sipas të dhënave, vetëm gjatë 3 muajve të verës, në këtë pikë regjistrohen mbi 1 milion hyrje dhe dalje shtetasish, çka e bën funksionalizimin sa më të shpejt të kontrollit të përbashkët një domosdoshmëri për të përballuar fluksin dhe për të shmangur radhë të gjata në kufi.